PKKKV finalizohet nga policia kufitare dhe strukturat e dave për Gjirokastër. Operacioni i koduar pa identitet. Si rezultat i kontrolleve të kryera bazuar në inteligjencën policore, godite një rast i mosdeklarimit të hollave në kufi dhe një rast i falsifikimit të dokumenteve. Gjenden të fshehura në autobusin e një agjencie udhëtimi dhe sekuestrohen 74.240 euro dhe 15 dokumente të ndryshme të dyshuara të falsifikuara. Vihen në pranga 2 shtetas, drejtuesi i autobusit dhe punonjësi i agjencisë. Procedohet penalisht drejtuesi tjetër i autobusit. Shpall në kërkim pronari i agjencisë së udhëtimit, pritësi shumës së parave. Shërbimet e policisë kufitare, si rezultat i kontrolleve të imtësishme që kryejnë për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e krimeve kufitare, bazuar në analizën e riskut dhe inteligjencën policore, kanë goditur në bashkëpunim me sektorin për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare të dave për Gjirokastër dhe me autoritetet doganore, një rast të mosdeklarimit të hollave në kufi dhe një rast të falsifikimit të dokumenteve. Në dalje të rshës, është kaluar në vijën e dytë, për kontroll të detajuar, autobusi i një agjencie udhëtimi, që drejtohej nga shtetasi L. Nga kontrolli i imtësishëm, duke përdorur dhe qenin e policisë, shërbimet e policisë gjetën të fshehura në autobus. 3 zarfe brenda të cilave kishte 74.240 euro dhe 15 dokumente të ndryshme të dyshuara të falsifikuara, karta identitetit të shtetit francez, leje për qëndrim në Greqi dhe në Gjermani. Shuma e parave, dokumentet false dhe 4 celular u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Në vijim të veprimeve për rastin, specialistët për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare të dave për Gjirokastër në bashkëpunim me dave për Tiranë, arrestuan në flagrancë shtetasit. AL, 32 vjeç, banues në Tiranë, drejtuesi i autobusit, për veprat penale mosdeklarimi në kufi të hollave dhe i sendeve me vlerë, falsifikimi i dokumenteve, falsifikimi i letërnjoftimeve, i pasaportave ose i vizave, të kryera në bashkëpunim dhe pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. KG, 41 vjeç, banues në Tiranë, punonjës i agjencisë së udhëtimit dhe dërguesi i dokumenteve false, për veprat penale falsifikimi i dokumenteve dhe falsifikimi i letërnjoftimeve, i pasaportave ose i vizave, të kryera në bashkëpunim. Referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin G, 57 vjeç, banues në Dimal, shoferi tjetër i autobusit, për veprën penale mosdeklarimi në kufi të hollave dhe i sendeve me vlerë, kryer në bashkëpunim. Gjithashtu, u shpall në kërkim shtetasi EK, 73 vjeç, banues në Greqi, pronari i agjencisë së udhëtimit dhe pritësi shumës së parave, për veprën penale mosdeklarimi në kufi të hollave dhe i sendeve me vlerë, kryer në bashkëpunim dhe fshehja e të ardhurave. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Gjirokastër, për veprime të mëtejshme.